Kush ishte Robin Hoodi i shqiptarëve? Bandit apo legjende maleve? Hamit Matjani lindi më 16 korrik 1909. U rrit me frymën e Adveut dhe u formua ushtarakisht në repartin e xhandarmerisë në Vlorë, ku mori trajnim të fortë fizik dhe njohuri taktike. Pas vitit 1944, kur komunistët morën pushtetin, ai zgjodhi rrugën e kundërshtimit me armë. Sipas dosjeve të sigurimit të shtetit, organizoi grupe të armatosura në zonat malore dhe u përfshi në sulme ndaj strukturave shtetërore. Regjimi e etiketoi bandë kriminale. Por në disa rrëfime publicistike dhe autor të huaj, figura e tij u krahasua me një Robin Hood shqiptar, si simbol i njeriut që sfidonte pushtetin nga mali. Ky përshkrim nuk është term zyrtar i historiografisë akademike, por imazh narrativ që mbijetoi në kujtesën popullore. Ndërkohë, propaganda e kohës shkoi më larg. U përhap historia se ai kishte vrarë vajzën e tij për t'i shpëtuar kapjes nga sigurimi. Një akuzë e rëndë, tronditse. Por kjo histori u rrëzua nga vetë dëshmia e vajzës së tij, e cila deklaroi se pas internimit të nënës, ajo ishte dërguar në jetimoren e Elbasanit. Pra, akuza rezulton një trillim propagandistik. Familja u internua, fëmijët u ndanë, dënimi ishte kolektiv. Në vitin 1953, ai u kap pas një operacioni të sigurimit. U gjykua dhe më 14 prill 1954 u ekzekutua. Ishte kriminal, diversant apo simbol i rezistencës? Sa nga historia e tij është fakt dhe sa është ndërtim propagande? Në Shqipërinë e asaj kohe, e vërteta shkruhej nga fituesi. Sot, ajo kërkon të rindërtohet nga dëshmit.